Në minutat në vazhdim do të flasim për zhvillimet në Kosovë pas zgjedhjeve parlamentare të 7 qershorit. Numërimin e votave, por edhe për atë se çfarë pret Kosovën në muajt e ardhshëm. A do të formohet qeveria e a do të votohet presidenti? Të gjitha këto do t'i diskutojmë në një lidhje të drejt për drejt nga Prishtina me aktivistin e shoqërisë civile Dibran Hoxhën. Zotri Hoxha, përshëndetje nëse dëgjojmë dhe mirë se erdhët në edicionin e lajmeve. Përshëndetje, shumë faleminderit që më keni ftuar dhe më keni konsideruar për këtë intervistë. Zotri Hoxha, fillimisht ju lutem një vlerësim për procesin e zgjedhjeve në Kosovë dhe çfarë mesazhi dhanë votuesit me atë që historikisht që njihet dalja më e ulët në zgjedhjet parlamentare në Kosovë. Po besoj është mjaftueshëm indikative që të shihet kjo mosdalje dhe të kuptohet rezultati ose mesazhi në fakt që vetë votues dhe elektorati ka dashur me përshu përmes këtij procesi zgjedhor. Në sytë e shumë kujt, dhe kjo mande është manifestuar edhe në një lloj abstenimi apo refuzimi për të marrë pjesë në procesin zgjedhor, në sytë e shumë kujt këto palë zgjedhje, sidomos të fundit, u dukën dhe ishin komplet evitueshme dhe si rjedhoj edhe të panevojshme. Besoj i pati ju edhe në ditën e zgjedhjeve nëse përjashtojmë konsumimin ditor të lajmeve brenda vendit, na vjen një lloj më shumë një lloj goditje prej jashtë në atë që të tjerët e gjykojnë në sferën ndërkombëtare, e gjykojnë procesin në vetvete dhe atë që është duke ndodhur në Kosovë përgjithësi. Disa nga mediumet kredibile të huaja i bashkëpunë dy nocione. Thanë që vendi më i varfër në Europë e para dhe e dyta ato që ish faktike që brenda pak muajsh 3 herë po shkon në zgjedhje nacionale. Pra, kjo ishte një goditje edhe për kastën politike në radhë parë, sepse qytetarët megjithatë janë pjesëmarrës në procese edhe kur janë në një farë forme të shtyrë, qoftë përmes partive politike apo çfarë do shtyqje tjetër, po si fillim kjo mesazhi kryesor i sabotazhit, le ta themi, ose i abstenimit për të marrë pjesë në zgjedhje ishte që kriza është e pakuptimt, zgjedhjet janë të evitueshme dhe si rjedhojnë nëse në bindjen tam edhe ky mesazh kishte një shtesë të nënkuptueshme që nëse vazhdohet kështu, trendi mund të jetë edhe më i ulët në të ardhmen nëse vazhdohet kjo krizë. Kush mund të jetë ky emërues apo fajtor që i demotivoi kështu qytetarët të mos dalin? Te kush shihni më shumë faj, tek opozita apo tek pushteti? Unë mendoj që ndoshta me u lavdu pak ose me hek modestin, nëse mund me marrë përsipër atë që në radhë të parë na ja japim gjithherë kreditet ose ja japim mirënjohjen e merituar atyre që i administrojnë zgjedhjet, që është KQZ-ja, dhe në radhë të dytë atyre që votojnë që janë qytetarët. Pra në të dyja rrafshet, përjashto kastën politike, unë mendoj që ne si shoqëni kemi shoqëni kosovare, kemi mri pjekuri të mjaftueshme dhe goxha emancipuese në kuptimin e edhe administrimit të procesit zgjedhor, ku rezultatet nga vetë KQZ-ja, pra Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, dihen brenda 2-3 ore se ka është trendi ose preliminarët, dhe kjo në rrafshin e parë, dhe në rrafshin tjetër nga vetë qytetarët të cilët kur votojnë japin mesazhe për të gjitha partitë dhe ose japin një mesazh që është shumë i qëndrueshëm për gjendjen politike konkretisht në të cilën ndodhemi dhe ndodheshim edhe para 7 qershorit. Mesazhi ishte që të gjithë kemi faj, të gjithë jemi përgjegjës për situatën në të cilën gjendemi, prandaj të gjithë përjashto aleancën që ishte një lloj evitimi nga kjo, si më thonë ndoshta edhe kjo e ka një shpjegim, po mundohem me hyrë secilës me radhë. Pra, vetëvendosje me
elektorat dhe trup elektorale më të madhe u ndëshkua në masën më të madhe, po rreth ndoshta me votat e diasporës vetëvendosje në rezultat total të 28 dhjetorit dhe tashmë 7 qershor në krahasim mund të humb nga 80 deri në 100.000 vota varësisht sa variojnë votat e diasporës, me që nuk ka përfunduar procesi i numërimit deri në fund. Po, zotëri Hoxha, sa duket e logjikshme që ndoshta është në rregull si parti në pushtet të humbësh vota, por nga këndvështrimi këndej është pa logjikshme ndoshta të humbësh vota si opozitar. Për shkak se opozita gjithmonë synon të merr votat pushtetit. Nëse vetëvendosja ka humbur vota, atëherë ku shkuan votat, pse nuk shkuan tek opozita? Andaj e thash një emancipim, le ta themi, në kuptimin edhe politik dhe elektoral të fjalës. Qytetarët të Kosovës e kanë mbri për faktin që kur ndëshkojnë sipas përgjegjësisë. Pra, vetëvendosja kishte përgjegjësi më shumë, u ndëshkua në atë masë, u ndëshkua, mandej u ndëshkua PDK-ja, mandej LDK-ja, nëse e kemi një variabël këtu që na ndryshon, ne ende nuk e dim, ose supozimet janë goxha të përafërta që nëse nuk do e kishin Vjosa Osmanin, tash si lloj aleate në këtë garë, edhe ata do të humbshin vota në këtë proces elektoral, dhe AK-ja ndoshta fakti që AK ka rujt votën e saj, është edhe në këtë kuptimin që na po e përmendim për përgjegjësinë që partitë politike kanë. Apo ndoshta për shkak të leadershipit të ri në AK, për shkak se në krye të AK-s janë dhe zoti Gjini. Ka ngjall një lloj sentimenti, ka pas sulme ndaj zotit Haradinaj, po edhe kjo që isha duke thënë, ndoshta qytetarët e kanë pa më së paku përgjegjës se AK-n, me që AK-ja as nuk ftohej për takime konsultative për zgjedhjen e presidentit, me që kjo është çështja për cilën shkum në zgjedhje, ndoshta qytetarët kanë pa më pak përgjegjëse dhe si rrjedhoi e ka rujt atë elektorat. Pyetja ju ishte goxha racionale, le ta themi, në kuptimin që nuk ka një situatë kur pozita dhe pushteti humb vota, por ato vota nuk materializohen tek opozita dhe opozita nuk kapitalizon rënien e pushtetit. Kjo ka ndodhur, e para që mos përsëritem, e thash për përgjegjësinë që kasta politike e ka në përgjegjësi, për përgjegjësinë që të tri partitë politike shqiptare me masën më të madhe të fuqisë politike kishin përgjegjësi për të dalin nga kriza dhe nuk e bën, dhe në anën tjetër, kur dalin jashtë regjistrit të krizës në kuptimin politik, pra mos zgjedhja e presidentit, ngërçet që i kishim edhe në vitin 2025, dalim tek regjistri tjetër i cili është vështirësimi ose mirëqenia e rëndume socioekonomike e qytetarëve. Edhe këto, nëse i referohemi edhe pyetjes suaj, edhe në një lloj mirëqenie të rëndume socioekonomike qytetarët, ku paguajnë faturat shtrejta të rrymës, paguajnë produkte bazë, shportën bazë e kanë më të reduktuar sepse çmimet janë të larta. Gjithçka që ndikon në mosmirëqenien e tyre sociale e ekonomike, nuk shihet ndonjë alternativë tek opozita, që opozita mund të zgjidhë këtë çështje. Zotëri Hoxha, kur jemi tek opozita, dua t'ju pyes edhe për kalimin, afrimin e Vjosa Osmanit me LDK-n. Tash nuk dihet zyrtarisht është më LDK apo nuk është LDK, për shkak se garoi në LDK me disa kandidat që mori si antar të saj. Megjithatë, duket se nuk e dha efektin e vet shkuarja e Vjosa Osmanit në LDK, për shkak se në paraqitjen e parë publike, në konferencën e parë, vetë Abdi Gjiku në praninë të zonjës Osmani tha se kemi arritur qëllimin. Atëherë nëse është qëllimi 18%, pse duhet të ndodhë gjithë kjo situatë, pse Kosova duhet të shkojë në zgjedhje dhe të harxhohen miliona euro? E vërtet që secila parti në një farë formë ose tjetër po e ngushëllon veten. Lëvizja vetëvendosje duke thënë që ne kemi fituar, por ajo në realitet humbi me votat e diasporës. Tash do marrim rezultatin final, po gjasat janë që 4, 5, 6 deputet t'i humb nga zgjedhjet e dhjetorit.
PDK u rrit ose mbeti në atë përqindje, po humbi në një numër të madh të votave, rreth 40.000 vota. LDK-ja me bashkimin ose rikthimin e Vjosa Osmanit, me një lloj rritje të pritjeve për rezultatin e mundshëm në vota, ata ishin duke pa se në fakt ky lloj bashkimi edhe pas rezultatit të 7 qershorit, aty diçka nuk funksionoi. Domethënë, nëse shifrat krahasimore janë numri i votave, sepse ajo është bazë dhe trup elektorale, pra mundesh me u rrit në përqindje, por kjo nuk është rritja jote në përqindje, nuk është faktor që ti e ke pas në dorë, po është faktor i jashtëm, pra rënja totale e trupit elektoral të rrit në përqindje, po ti nuk e pas dorë pse ndoshta ti si parti politike ke shpresuar që edhe me pas më shumë numër në dalje apo me mobilizu strukturën elektoratin tonë në përgjithësi. Pra, nga 122.000 vota që kishte Lidhja Demokratike e Kosovës në zgjedhjet e dhjetorit, me mbri në 125.000 vota, për 2-3.000 vota më shumë, ajo nuk është përmbushje e pritjeve që ata i kanë kriju edhe ndaj vetës, ndaj qytetarëve. Po është një lloj ngushëllimi që ne u rritëm 17%, 18%, po i referohemi shifrave, mundova me qenë i kujdesshëm për fillimit, sepse votat e diasporës, pra votat me postë dhe në përfaqësi diplomatike, përbëjnë ndoshta 10% e totalit të votave ose më shumë, tash do e shohim. Por duke parë trendin e deri tani të votave të diasporës, dihet se shumica e atyre votave shkojnë në kontën e lëvizjes vetëvendosje. Ashtu ka qenë historikisht. Po janë rreth 110.000 vota me postë dhe në përfaqësi diplomatike që mund të ndryshojnë edhe përqindjet rrjedhimisht edhe mandatet. Hoxha, tani prapë po ndalen tek zonja Osmani për shkak se tha se pret një mbështetje për presidente, qoftë edhe nga vetëvendosja dhe partitë të tjera. Atëherë, duke pas parasysh numrat, për shkak se këto numra ndryshojnë vazhdimisht, të dhënat e kandidatëve veç e veç, duket se Vjosa Osmani deri në momentet që po flasim ka diç mbi 24.000 vota, apo ka shumë më pak se disa kandidat në vetëvendosje, si që është Albolena Axhiu dhe Donika Gërvalla. Tash, sa mendoni realisht se mundet që Vjosa Osmani të jetë kandidate për presidente, të ketë një marrëveshje me LDK-n dhe vetëvendosjen, apo vendi seriozisht rrezikon të shkojë sërish në zgjedhje? Unë nuk shoh ndonjë mundësi që lëvizja vetëvendosje në përgjithësi, specifikisht Albin Kurti, të marrë një lloj orientimi që Vjosa Osmani ta sigurojë edhe mandatin e dytë të presidentës Republikës Kosovës. Na i shtjerëm skenarët, pothuajse i shtjerëm skenarët e krizës. Andaj duket që parametrat janë aty edhe në kuptim. Cilat janë gjasat, zoti Hoxha, që të formohet qeveria e Kosovës pa ndonjë koalicion, apo vetëvendosja do të kërkojë një partner të koalicionit? Unë besoj më shumë se ja u përmenda që të paktën 2 skenarët në kuptimin e fuqisë politike dhe numrave i kemi. 9 shkurtin e 2025 dhe 28 dhjetorit. 9 shkurtin në kupton të që partitë politike do duhet të bënin marrëveshje për qeverisje e mandej për president, dhe ajo nuk u bë. Domethënë nuk u arrit konsenzusi e marrëveshja për me qeverisë bashkë në kampet politike me shumicë shqiptare. Dhe ai skenar u shtjerr erdhëm te 28 dhjetori, ku zoti Kurti përveç konstituimit të kuvendit që s'ishte më çështje, sepse me numra zoti Kurti dhe lëvizja vetëvendosje ishin mjaftueshëm për ta kapërcy këtë hall të sistemit tonë institucional. Pas konstituimit të kuvendit, ai e formoi qeverinë sepse po ashtu i kishte numra. Dhe çështja e presidentit mbeti ndaras, e shkputur në kuptimin që për atë çka kam fuqi politike, unë i kryj detyrimet e mia ndaj institucioneve në kuptimin e formimit të tyre. Pra,
perspektiva dhe orientimi i zotit Kurti ishte që për aq sa elektorati dhe qytetarët ma kanë besu mu ku vendin dhe qeverinë uniformojnë vetë. Kur vjen puna e presidentit negociojmë. Tash, e thash në fillim, mbetet që të shihet rezultati përfundimtar dhe i certifikum. Nëse lëvizja vetëvendosje me votat e diasporës do siguroj mandate të mjaftueshme që qeverinë ta krijojë vetë, unë nuk e besoj që zoti Kurti, sipas analizës time kështu të situatës dhe sjelljes dhe veprimeve të politike të zotit Kurti, nuk e besoj që ka me pas një lloj situate ku zoti Kurti thotë po përfshihemi në një marrëveshje siç opozita ka më shumë qef ose siç ata preferojnë më shumë, me pas një marrëveshje për të trija institucionet, ku vendin, qeverinë dhe presidentin. Unë mendoj që nëse zoti Kurti i arrin votat e mjaftueshme për të parin e kuvendit, sepse i takon edhe sipas interpretimeve të gjykatës kushtetuese, mandej që është halka e dytë e sistemit edhe qeveria, këto dyja do i formojnë vetë. Për çështjen e presidentit, me siguri do hapen negociata apo mundësitë të reja, po ndoshta këtë herë besoj unë me një emën jo partijak, me një person që nuk është aktualisht i kyçur në parti politike me shumicë shqiptare, dhe ka mundësi nëse gjendet ajo rrugë dhe ai shteg, me që zoti Kurti besoj unë don tash me të paktën në këtë lloj testimin e fundit që e patëm edhe me manovrat elektorale dhe me rënien e numrit, gjasat janë që përveç dhjetorit nëse është opsion, dhjetori mund ta favorizojë zotin Kurti, përndryshe në këtë rrethon tjetër, unë mendoj që rënja mund të ishte më shumë tutje nga sa ç'kishte me 7 qershor, dhe në këtë kuptim një emën jo partijak, ndoshta deri diku i pa refuzueshëm prej opozitës, mund na nxirrte nga ky ngërsh që në një farë forme e kemi fut veten, ose kasta politike ka fut veten për më shumë se 17 muaj, 18 sa u bën. Zoti Hoxha, faleminderit shumë për kohën që ndat jeni pjesë e lagës. Faleminderit për ftesën. Faleminderit.